E përmendëm edhe me Vesën në pjesën e parë dhe thamë që platforma si TikTok-u i bajnë njerëz të famshëm gjithkohë edhe është një platformë. Sidomos ata që kanë qef me ta përmend emrin edhe menen që nëse ta përmend të emrin u kry u bë e famshme. U bë e njohur, se e famshme jo, po e njohur. A kena i diskja? Ndoshta? Ndoshta, i ka me spec këto. Ta për shumë bumën janë një njerën ma vonë. A të pengon kur përflitet për diçka që nështë mund është me dhonë qëndrimet të tua personale, po t'i zgjidh heshtjen, po të tjertë e komentojnë? Këshër, kur komentojnë të tjertë, është mas mirë të thënë që i ke punë te. Përqone, qëtë herë jam në heshtje, nuk plasë kur, edhe petente, nuk ma njën qaqë. Kështu që vazhdojnë e përfalni ju, ardhen që tojnë mrava më nëshme më pa, po Kader, kohë të fundit po ka shumë festivale, koncerte që po kriju, që po mbahen në Kosovë, Shqipëri, po dhe jashtë. A jetu i frekuentu, a jetu shku në për këto vende? Në për festivale me tonë... Pak ditëve kena sa një hillin? Po, në për festivale s'po di. Kam shku ma herët shumë, po këtë vetë s'po du me shku kërkon, jam të dashtë me najtë veç në dete. Po veç në dete jetu najtë, valla, shqyqyrë gjuna qëtë ditë kënena, se më tha, qërë sa Weekend deci. Weekendi për më janis nga jajta. Si e përshkruan lidhjen tënde me datin? Se e di që e vajzë e datit, kështu... I'm Island girl. Se di, më pëlqen uji i deti, koha, e nxehtë, dielli, diqysh